Zgjidh me kujdes mikun, por akoma më shumë kujdes duhet zgjedhësh armikun. Ky është rasti i Vllaznisë. Vllaznia ka hapur një betejë jashtë fushave të blerta me Dinamon. Ishte një betejë direkte mes Edi Martinit dhe Ilir Dajës. Ka pasur shumë situata të sikletshme, situata të cilat nuk duhet ndodhin mes këtyre dy trajnerëve dhe në fund Vllaznia e pson pikërisht nga kjo gjë. E kanë mbajtur titullin kampion përgjatë gjithë kampionatit dhe do ta humbasi në momentin e fundit. Ndodhi sot, Vllaznia ka humbur 0-2 ndaj Dinamos dhe për mua kjo humbje sot të vendosi përfundimisht edhe humbjen e titullit kampion. Sepse shikoni pak se çfarë ndodh. Dinamo nuk ka asnjë mundësi të vetme për ta fituar titullin kampion. Edhe nëse Dinamo arrin të fitojë edhe dy ndeshjet e tjera të mbetura, nuk ka mundësi sepse në një rast fitore vetëm të një fitore të vetme të Elbasanit ose të Vllaznisë, Dinamo më pas zyrtarisht nuk mund ta marrë dot në titullin. Kështu që Ilir Daja për shkak të përplasjes që ka pasur me Edi Martinin e ka luajtur sot titullin kampion si një finale që ta mundte Vllaznin thjesht për ego. Ilir Daja ishte i dënuar nga Komisioni i Etikës dhe i Disiplinës dhe ka shkuar në tribunë dhe ishte tërkohën duke folur në telefon me ndihmësit e tij për t'i instruktuar për mënyrën se si do të luajnë lojtarët. Ka fituar me Vllaznin duke folur me telefon me ndihmësit e tij. Dhe kjo për mua është një fitore e titullit kampion për Elbasanin, sepse siç e thash më parë, Dinamo nuk ka më asnjë mundësi për të fituar titullin kampion. Dhe pas kësaj ndeshje të fituar, që sot ishte finalja e madhe për Dinamon, tashmë nuk do të kenë më motiv për të luajtur në dy takimet e radhës. Ndeshja e radhës do të jetë mes Elbasanit dhe Dinamos. Dhe nëse Elbasani e fiton atë takim, më pas nuk do të ketë më histori, sepse edhe në rast se do të kemi barazim pikësh mes Elbasanit dhe Vllaznisë, atëherë fituesi i titullit kampion do të jetë Elbasani. Dhe këtu ishte një gabim teknik i Vllaznisë për gjetur si kundërshtar jashtë fushës së blerë Dinamo, sepse nëse Dinamo nuk do të jetë aty për ta fituar titullin kampion, do të jetë aty për ta gjetur mënyrën se si do ta fitojë titullin kampion. Dhe ne kemi thënë diçka shumë të bukur se i përket Ilir Dajës. Ilir Daja është ai lloj trajneri i cili gjatë gjithë kampionatit nuk vihet kurrë, nuk e merr kurrë vëmendje mediatike, por sa herë vijnë ndeshjet e rëndësishme, ai kthehet me emërtimin trajneri më i mirë në Shqipëri. Ndodh sa herë vjen fundi i kampionatit dhe ndodh sa herë vijnë ndeshjet e Europës. Kështu ndodhi edhe këtë herë, teksa Dinamo ishte në luftë për ta marrë apo jo vendin e fundit të finalforit, arriti që ta merrte në fund dhe ja ku jemi në momentin që ajo fiton kundër Vllaznisë dhe vendos praktikisht titullin kampion. Nëse Elbasani arrin të fitojë nesër kundër Egnates, për mua është një histori e marrëfund që Elbasani arrin të fitojë titullin kampion. Do të jetë mes Elbasanit dhe Dinamos, dhe duke parë që Dinamo nuk ka më asnjë shpresë për të fituar titullin kampion, atëherë nuk kam motivin për të luajtur si sot për shkak të gjithë përplasjes, për shkak të gjithë duelit që ishte mes dy trajnerëve dhe në fund, nëse Elbasani fiton të dyja këto takime, më pas ndeshja e fundit të Vllaznia Elbasani do të jetë thjesht për statistikë, sepse në të tre rezultatet e takimit, në fund do të jetë Elbasani i cili do të arrijë të fitojë titullin kampion. Vllaznia bëri mirë, por në fund ra preje presionit të vet, sepse është një ekip që e dashuron futbollin, është një qytet që e dashuron futbollin, por nuk di ta mbaj kur presionin sa i përket lojtarëve, pasi në momentet më vendimtare të sezonit gjithmonë e lëshojnë titullin kampion. Edhe këtë vit, titullin kampion nuk do të shkojë Shkodër. Për mua, mund të festoj që tani tifozët e Elbasanit, sepse me këtë rezultat sot, Elbasani e ka fituar titullin.